Është hera e tretë, edhe shpresoj të jetë e fundit, që unë marr fjalën në këtë sallë gjyqi. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Megjithatë, le të shërbej gjithë kjo si një mundësi dhe shans i mirë për drejtësinë. Pas gjithë këtyre viteve, ka edhe një element pozitiv. Shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Në fjalën time në këtë sallë në prill të vitit 2023, kur ky proces sapo kishte filluar, thash se po përballesha me një akt akuzë të pabazuar. Sot pas gjithë këtij rrugtimi, rrjedha e procesit më ka dhënë të drejtë. Akuzat ndaj nesh janë tërësisht të pabazuara dhe të padrejta. Unë nuk jam ngritur sot këtu ta mbroj veten time, sepse këtë gjë dinë më së miri dhe e kanë bërë avokatët e mi. Nuk jam këtu as për t'ju treguar ju për drejtësinë, sepse ju dini më mirë se çdo kush atë. Unë sot jam këtu për të kërkuar nga ju që pikërisht ta ushtroni atë, drejtësinë. Shënjestër.net